Fermerët në bashkëpunim me Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore kanë nisur tashmë përzgjedhjen e kultivarëve të farës së grurit për mbjelljet që kryhen gjatë muajve tetor dhe nëntor në fushat e tyre. Kjo përzgjedhje ndihmon në identifikimin e varieteteve që ofrojnë rendiment më të lartë dhe përshtaten më mirë me kushtet klimatike dhe toksore të zonës. Gruri është një ndër kulturat më të përhapura në vend, veçanërisht në zonat e Myzeqes, Maliqit dhe Korçës. Për të arritur prodhimtari të lartë, drejtoritë e bujqësisë në bashkëpunim me QTTB-n Lushnjë realizojnë shkëmbim eksperiencë dhe teste eksperimentale për të përzgjedhur farërat më të përshtatshme për çdo zonë. Roli i agronomëve është thelbësor në këtë proces. Bashkëpunimi i tyre me fermerët për përzgjedhjen dhe kultivimin e farave të reja është një praktikë që përsëritet çdo vit. Këto fara vijnë në prova eksperimentale për të gjetur hibridet më të mirë, të cilët më pas u rekomandohen fermerëve për përdorim në sezonin e ardhshëm. Ndryshimet klimatike të viteve të fundit, veçanërisht verërat më të nxehta, kanë sjellë sfida të reja për kultivimin e grurit. Për të shmangur dëmtimet nga temperaturat e larta, ekspertët këshillojnë përzgjedhjen e kultivarëve me pjekje të hershme, që korrja të realizohet para valëve të nxehtit dhe të garantohet cilësia dhe sasia e prodhimit. Pavarësisht përpjekjeve, mungesa e tregut mbetet një sfidë e madhe për fermerët. Shumë prej tyre kanë ende grur të pashitur nga sezoni i kaluar, i magazinuar në shtëpitë e tyre. Ekspertët e bujqësisë parashikojnë që në qershor të këtij viti të ketë më pak grur për të korrur, pasi shumë fermerë nuk kanë mbjellë fare ose kanë mbjellë me vonesë për shkak të pamundësisë për të siguruar farat e rekomanduara nga QTTB dhe specialistët.